Dita 15, fitoria e hirit mbi ligjin. Kapitulli 15 shënon krizën e parë të madhe doktrinale të kishës. A duhet të bëhemi fetar, të ndjekim ritet e vjetra për të shpëtuar? Përgjigjja e apostujve në Jeruzalem ishte një jo e prerë. Ata rikonfirmuan se dera e parajsës hapet vetëm me anë të besimit te Jezusi, duke e bërë hirin e Zotit qendrën e besimit tonë. Mësimi shpëtimi është një dhuratë. Vargu kyç. Përkundrazi, ne besojmë se do të shpëtohemi përmes hirit të Zotit Jezu, sikurse do të shpëtohen edhe ata. Veprat, kapitulli 15, vargu 11. Shpjegimi: disa mësues po u kërkonin besimtarëve të rinj të shtonin vepra dhe rregullat si rreth prerja mbi besimin. Pietri u ngritë dhe sqaroi se as ne dhe as etërit ta nuk mund të mbanin dot peshën e ligjit. Ky varg është deklarata jonë e lirisë. Ne jemi të shpëtuar, jo sepse jemi të mirë apo ndjekim rregulla, por sepse Jezusi është i mirë dhe na fali. Hiri do të thotë favori pa merituar. Sot pushon në këtë të vërtetë. Dashuria e Zotit për ty nuk varet nga performanca jote. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 15. Ati ynë i dashur, unë të falenderoj ty për lirinë që kam në Krishtin. Faleminderit që ti hoqe nga qafa ime zgjedhjen e rëndë të rregullave që nuk mund t'i mbaja kurrë. Unë rrëfej që shpesh përpiqem ta fitoj dashurinë tënde duke bërë vepra të mira, duke harruar që hiri yt është i mjaftueshëm. Më ndihmo ta kuptoj sot se jam i pranuar plotësisht prej teje vetëm përmes besimit. Më mbush me mirënjohje që kjo dritë e hirit të shkëlqej përmes meje të tjerët, pa u vënë atyre bara që ti nuk i ke vënë. Më jep mençurinë për të ruajtur unitetin e kishës në dashuri. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.